edhe Kurti edhe Rama në momentet saktuar do goditen nga politika ose nga institucione mediatike ndërkombëtare amerikane gjithsesi, dhe me rastin me Gonigan, nga lajme që qarkullojnë, që të vi dhe në dieni dhe rasti Trump, pra thot Trumpa, pas kemi një kryeministër të korruptuar në Shqipëri. Po nga e mësoi Trumpi këtë gjë? Nga mediat amerikane. Po nga e mësuam shqiptar që mediat amerikane e kanë nxjerr Ramën si të korruptuar për zgjedhjet? Pikërisht nga publikimet e mediave amerikane. Pra do të thotë që loja është më e gjerë, nuk është një lojë që Trumpi del dhe thotë Rama, hajdut, jo si bën Berisha, Rama kriminal, krimi organizuar, terrorizëm e kështu me radhë. Jo. Do ndodhi që mediat e mëdha amerikane do dalin me statuset tyre që thonë që një autokrat i Ballkanit, të bashkëpunëtori i Sorosit të kështu me radhë. Pra, linja është pak më ndryshe. Nuk është ashtu komuniste si e bënte Yuri Kim, që shkonte dhe thoshte do hani bar ju demokratët. Turp. Ajo e hongri bari, se Sali Berisha u bë kryetar partie. Vullën e mori, pavarësisht se ajo shkonte dhe ndikonte tek tek gjyqtarët. Pse ndikonte? Jo për vullën e Saliut. Po nuk mundet një ambasador të takoj 20 herë kryetarin e gjykatës kushtetuese. Nuk mundet një ambasador të takoj 100.000 herë kryetarin e SPAK-ut. Dhe SPAK-u pas 100 vitesh kujtohet që pas ka një kallëzim për Saliu dhe Saliu që ka i pandehur për një VKM që SPAK-u e kishte aty. Edhe tha, tani erdhi momenti që ne të tregojmë goditjen e madhe europiane. Këta janë mashtrime që të kënaqet një popull që jetoj në varfëri ekstreme dhe kur të ngrej kokë ti thot ti je i varfër dhe do të vdesësh në varfëri sepse duhet të pasurohen të tjerë në kurrizin tënd. Këtë popull na kanë katandisur në këta maskaret ndërkombëtar. Se ka maskaret ndërkombëtar që vinë këtu 3 muaj ose 3 vjet, mbi pasurohen dhe në fund fare ne hajmë kokën e njëri tjetrit. Edhe na sollën një reformë drejtësie më skandaloze që nuk ekziston në planet. Edhe vinë pastaj të avokatë se të zgjasë gjyqi. Po me 500 vjet kur ti duar të ketë një ambasador mashtrus që të kalon pa gjykatë kushtetuese, pa gjykatë të lartë, që të vrasësh ti njëri tjetrin. Ky është fakt konkret. Edhe pret çfarë do thotë Trumpi. Çfarë do thotë Trumpi? Trumpi shtetin e vet do mbrojë. Ambasadori çfarë do mbrojë? Shtetin e vet do mbrojë, nuk do mbrojë popullin shqiptar. Ashtu si mashtrohen populli jon. Nuk ekziston ambasador të mbrojë interesin e shqiptarëve, përveç shqiptarët. Edhe Trumpi, amerikanët do mbrojnë, nuk do mbrojnë shqiptarët dhe Edi Ramën. Është turp ne si popull të besojmë që do zgjohet një ambasador të mbrojë shqiptarët. Kurrë nuk do t'i mbrojë. Madje do ja fusi gjithëve dhe thotë, dua të fitoj shteti im. Sepse ju duhet jeton në varfërinë e ignorancës, e paditurisë, e shkelmimit, edhe bullizimit ndërkombëtar. Që thënë, shqiptarët hajdut kriminale dhe kështu, edhe vë tabel qitje. Edhe këte them me plot bindje, në afusin, tani mbajnë si të doni fjalë në futje. Zotë Zhdima, të vim në terrenin politik shqiptar ku ju e keni paralajmëruar deri diku që njeriu që mund t'i haj kokën Edi Ramës është vetëm Erion Veliaj. Dhe ky i fundit tashmë ka nisur disa mesazhe të koduara nga burgu kundrejt Edi Ramës dhe një nga këto lëvizje të tij ishte edhe një nga goditjet që është bërë dhe është përfolur së fundmi konkretisht ndaj kryetares së komanduar të Bashkisë së Tiranës dhe komanduar konkretisht nga Edi Rama. Lufta në Partinë Socialiste ka nisur në 2022-shin, në 2024-ën ne bashkë këtu te Agora News kemi bërë komentin për Kongresin e Partisë Socialiste, kur me 28 korrik 2024 ne kemi përcjell zotin Veliaj nga strukturat e Partisë Socialiste në intervistën e famshme që në rast se na kujtohet se 3 ditë zjat lajmi dhe pastaj harrohet dhe harrohemi. Pra, duke vajtur aty ku duhet, tek e vërteta është që Partia Socialiste nga 2022-shi pas zgjedhjeve të 2021-shit,
kur zoti Rama u ndihmua nga zoti Veliaj me grupin e tij që të merrte mandatin e tretë, zoti Veliaj ka pasur qefin që të drejtonte Partinë Socialiste dhe zoti Rama brenda kësaj kohe tranzitore nga 2021 në 2025 të lente Partinë Socialiste dhe zoti Rama të bënte president republike dhe zoti Veliaj të bënte kryetari i Partisë Socialiste dhe pse jo dhe kryeministri i Partisë Socialiste, për shkak se në këtë legjislaturë zoti Rama ishte kryeministër me votat e Partisë Socialiste dhe pa nevojë në një koalicioni. Kjo ishte strategjia, por nuk arriti kjo strategji për shkak se spaku i partisë dhe në shërbim të partisë, se spaku asnjëherë nuk ka qenë në shërbim të kushtetutës dhe ligjeve. Pse? Sepse spaku ka punuar gjithmonë politikisht, shiko këtu rastin Berisha, Meta, Mediu e të tjerë, Hameta e me radhë, që kur ka qenë një problem i brendshëm politik, është përdorur spaku me arrestimet e famshme që të kënaqet populli, u arrestuan ata, u futën në burg, dhe kështu është rasti i zotit Veliaj. Pra, zoti Veliaj u fut në burg sepse partia e tij donte të fuste në burg, dhe jo se spaku bëri jetime të drejta të pavarur, të paanshëm, dhe spaku i famshëm që bën vetëm mrekullira në këtë vend dhe fut në burg të gjithë, dhe e çuditshme është që nga të gjithë të pëburgosurit që kanë qenë rreth mbretit të tyre, mbreti është jashtë dhe ata janë burgaxhi. Kjo është thjesht sa për të kënaqur ata të cilët kënaqen për një drejtësi amerikano-europiane, kanadezo-marokane dhe afrikane. Inshallah mos ju ngeci afrikanët në mes. Por, e vërteta është që zoti Veliaj, për mendimin tim, në rast se do të kishte punuar më bukur nga aspekti mediatik, ka punuar shumë keq në aspektin juridik, mirë pjesërisht, po vazhdon edhe po ecë më mirë. Por në aspektin njohje ndërkombëtare, zoti Veliaj do ishte shumë mirë, pra do të ishte jashtë burgut. Unë uroj që zoti Veliaj, me rastin e gjykatës së lartë, të dalë nga burgu dhe të jetë rrezik real për zotin Rama. Por zoti Veliaj nga burgu do të jetë rrezik i kufizuar i Ramës. Pra, të jemi realist, për ata që duan zotin Veliaj në burg, unë jam kundër, sepse zoti Veliaj është një armik i fort kundër zotit Rama. Se burgu ndaj zotit Veliaj nuk ishte burgu penal, është burg politik. Dhe mënyra se si spaku arrin dhe bën një punë dhe një metodë politike dhe partjake në interes të Partisë Socialiste, unë nuk shpif, fakti konkret 83 mandate, ajo raporti famshëm që bëjmë mbledhje dhe shkojnë për aksione në për qarqe, që banda të mblidhen në momentin kur vinë dhe kur të vazhdojnë punën dhe aksionin kur ik spaku. Kështë e një mashtrim. Pra do të thotë që spaku ka fut në burg, unë e them për socialistët që besojnë që spaku punon për drejtësinë. Spaku nuk është drejtësia. Drejtësia është gjykata. Spaku është vegla e pushtetit ekzekutiv. Pra do të thotë që krimet e rënda kanë qenë gjithmonë në shërbim të pushtetit ekzekutiv. Spaku është gjithmonë dhe në vazhdimsi të pushtetit ekzekutiv. Pra do të thotë që arrestimi ndaj zotit Veliaj ka ardhur si një porosi dhe një nevojë ekstreme për të mos rrezikuar karrieren e zotit Rama edhe në këto zgjedhje dhe para këtyre zgjedhjeve. Pra arrestimi i zotit Veliaj ishte një rrezik për zotin Rama, por dalja nga burgu zotit Veliaj do të kanoset një rrezik shumë i madh ndaj zotit Rama. Unë uroj që gjykata e lartë, gjykata dhe kolegji i partisë, plepa 2, të nxjerrin zotin Veliaj nga burgu. Kjo nuk është një apel politik, se mendimi im për zotin Veliaj dihet, unë nuk jam si ata që ndryshojnë mendimin politik, sa si fryn era apo si fryn era tjetër. Por ana juridike unë e them, spaku ka qenë në shërbim të pushtetit ekzekutiv. Dhe më bën një pyetje të rrezikshme, po ja bëj vetes. Edhe sikur Rama të shkojë dhe të merret në pyetjet e spaku,
A mendoni ju se Rama mund të arrestohet si kryetar i pushtetit ekzekutiv? Jo. Po a mendoni ju se Rama mund të ftohet për dëshmi që të kënaqë grupet e brendshme udhërit edhe gjatë, ne s'ka mundësi. Po jo, është lavazhi, është PR-i, ne i ftojmë të gjithë se s'pyesi për ata.